Në emailin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme, sot ishte dërguar një email se në 2 shkolla të mesme në Tetov janë vendosur bomba. Alarmi kësaj radhe nuk ishte dërguar në emailet e shkollave, por drejt për drejt në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Me të marrë emailet, Ministria e Punëve të Brendshme ka nisur telegram urgjent drejt sektorit për punë të brendshme Tetov. Me këtë rast, pjesëtarët e policisë së Tetovës kanë dhënë urdhër për evakuimin e nxënësve nga gjimnazi Kiril Peqinović dhe gjimnazi 7 Marsi. Alarmi për bombë është konfirmuar dhe nga sektori i punëve të brendshme në Tetov, nga ku shprehen se po punohet në zbardhjen e rastit dhe vendin nga ku është dërguar emaili, ndërsa bëhet e ditur se alarmi ka rezultuar i rënjshëm. Sektori për punë të brendshme Tetov menjëherë ka ndërmarrë të gjitha masat dhe aktivitetet dhe ka evakuuar shkollët nga nxënësit, të cilët janë siguruar në pjesët e jashtme të shkollës dhe janë ndërmarrë të gjitha masat për kontrollin e objekt, kështu që është konstatuar se bëhet fjalë për një alarm të rrejshëm, të cilët kohëve të fundit, para viteve të fundit janë shpeshtuar dhe Ministria e Punëve të Brendshme merr të gjitha masat, pra sektori për krime kompjuterike dhe frenezik, marrin të gjitha masat për zbulimin e personit dhe lokacionit ku gjendet personi i cili ka dërguar këtë email adresë. Kjo është hera e 4 që shkollat e Tetovës alarmohen për vendosjen e bombave, të gjithë kërcënimet e kësaj natyre në fund kanë rezultuar të rrejshme. Drejtori i gjimnazit Kiril Peqinović Jeton Kamberi konfirmon rastin duke thënë se pas kontrolleve nga policia e Tetovës mësimi ka vazhduar. Në mëngjes ka ora 15:08, masi ka filluar ora e parë, alarmin e kanë dhënë organet e rendit, domethënë policia. Ngjajshmëria është evidente, mirë po kësaj radhe dallimin mes herave tjera është se nuk na kanë ardhur emailë neve të shkolla, por ju kanë shkuar në polici. Kështu që ne fare nuk kemi ditë asgjë. Ne në mëngjes si zakonisht nxënësit kanë hyrë nëpër klasa, edhe kësaj radhe kanë ardhur vetë policia këtu dhe kanë kërkuar që nxënësit të dalin nga objekti shkollor. Edhe kështu ka ndodhur, bashkë me policinë, përgjegjësat e ndërimit i kanë nxjerrë nxënësit nga mësimi edhe po vijon kontrollimi. Sipas informacioneve, emaili dyshohet të jetë shkruar në gjuhën maqedonase, pastaj me Google Translate është përkthyer në gjuhën shqipe dhe është i ngjashëm me emailet apo alarmet e rrejshme të dërguara në të kaluarën. Ndryshe, për një periudhë të shkurtër kohore, në shkollat e Tetovës ka patur 4 raste të dërgimit të alarmeve të rrejshme për bomba të vendosura nëpër shkolla.